procese politike, zoti Konjufta qysh sot, do duhej t'i merrte 3 hapa, ose t'i bonte 3 koncesione në takim direkt me krerët e ish opozitës, me liderët e ish opozitës demokratike. Në një, do duhej një kërkim falje ish opozitës për ofendimet e vazhdueshme dhe qitjen në një linjë me Serbinë dhe Vučićin, sidomos fushata e egërsh njerëzore, brutale, ndaj një nane, një gruaje, një zoje, që janë Hikmet Bajrami, ku ja kanë çuar në shtëpinë një Kosovë, pa asnjë arsye, sepse e kanë prej një fjalim, një deklarat, e kanë prej në mënyrën e vetë gebelsione, sepse ajo ka dosh me thonë që unë. Po çka kishte lidhje kjo me këtë? Jo, veç, unë e thash me Konjuftën ka lidhje kjo të bëj. Pa kërkim falje, Konjufta s'mund me marrë me kuptimin e deputetëve të Republikës. Çka duhet me kërku falje? Me kërku falje për ofendimet e vazhdueshme që ja ka bën ish opozitës dhe krejt segmenteve të shoqërisë kosovare. Ti kërkoj falje? Po, me kërku falje ish opozitës që na fali se ju kemi ofendu. Konjufta.